Mirë se erdhët të dashur gafor në Letra Trofej. Jam Diana, do bëj leximin e radhës për ju. Pyetja ime është njësoj si javën e kaluar, çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Saktësisht për ju gafor apo në javën që po vjen. Letra e parë për ju, po vjen një fokus te vetja. Dhe bën mirë, absolutisht gafor. Mund të jetë një periudhë ku po mendon më shumë për veten, një ndarje me një farë mënyrë emocionale nga të tjerët, ose një ndjenje, dua të jem mirë vet. Nuk ke sikur më dëshirë të japësh më shumë për të tjerët, po vendos kufi dhe po fokusohesh tek vetja jote, ose po zgjedh qetësinë në vend të përfshirjes në drama që s'të takojnë fare. Kjo të dashur gafor është rikthim tek vetja, jo izolim i kot. Letra numër 2. Ku duhet të keni kujdes gafor? Këtu del tërheqja por deri në teprim. Mund të jesh duke u mbyllur shumë ndoshta, për të hequr dhe asgjë. Gjithmonë them flasim për balancat që të kemi edhe atë dhe këtë të jemi jo shumë, ta them të mbyllur, duke shmangur situatat që duhen të përballur, duhet përballuar apo përballur, ose duke pushuar nga gjërat që në fakt kërkojnë veprim. Pra, këtu thot po fokusoheni tek vetja, por që fokusoheni me karar, si themi ne, jo ta teproni. Sepse nëse nuk përgjigjesh, nuk reagon, shty një vendim të rëndësishëm ose izolohesh për të mos u përballur, pushimi është i mirë, por shmangja jo. Do thot të jeni në mes të dy gjërave. Po, të pushoni, të koncentroni, fokusoni në veten e juaj, por dhe të jeni sy hapur dhe të gjallë për atë që mos u mbisni gjëra kot. Letra numër 3 është mundësia që po ju vjen të dashur, është Hierophant. Këtu vjen stabiliteti. Mund të jetë një lidhje serioze, një këshill e vlefshme, ose një strukturë që të vendos në rrugë, në binare, një situatë që të vë aty ku duhet që t'jesh. Dikush që të jep drejtim të qartë, një mundësi për diçka më të qëndrueshme mund të jetë, ose një vendim që të stabilizon jetën. Kjo është diçka reale dhe nuk është e përkohshme. Dhe kjo që është e bukur të dashur gafor apo jo. Dhe letra 4 që thotë çfarë duhet të bëni konkretisht. Kjo është mesazhi, krijo bazë të fortë. Kur them bazë të fortë mendoj gjithmonë. Po, absolutisht të kujdeseni për veten. Kur jemi mirë ne mund të jenë të gjithë dhe mund të bëjmë gjëra të them kur jemi rehat të përmbushur me veten, jemi në dobi dhe të tjerëve. Pra, duhet të ndërtosh diçka që ka stabilitet. Stabiliteti vjen nga ju, të parat. Të fokusohesh tek ajo që të jep siguri dhe të mos ndjekësh vetëm emocionin. Shembull konkret që mund t'ju jap këtu është investo në një lidhje që ka potencial real. Dhe në fakt aty duket, mund të jetë situatë, nuk është patjetër person. Krijo rutina që të mbajnë në ekuilibër, siç thash që parë, të jeni të balancuar. Zgjidh atë që të jep paqe dhe siguri. Stabiliteti ndërtohet, nuk vjen asgjë vetë, dashur gafor. Do thotë të zgjedhësh, të dish, në fakt ju shikoj në binare, në kuptimin e saj në rrugën e duhur, duke qenë të fokusuar tek vetja, por dhe duke involvuar në gjërat që kanë të bëjnë me pjesën tënde të jetës. Oracle letra nga Lenormand thotë një mundësi e vogël, fati shpejt, por jo ndoshta shumë i gjatë, po vjen një lajm mund të jetë, një hap që duhet kapur në moment të dashur. Kujdes mos e neglizho këtë shans të vogël, sepse ky shans i vogël bëhet dhe mund të bëhet i madh. Mos prit gjithmonë diçka të madhe të dashur gaforë, sepse mundësitë e vogla hapin në rrugë të mëdha.
të s'duhet harruar asnjëherë. Dhe si përfundim, pra, këto ditë për ju, apo kjo javë që po vjen, janë për të balancuar veten dhe realitetin. Të mos humbasësh në izolim, duke menduar vetëm për veten, në kuptimin e mirë të fjalës, të kapësh mundësitë që të vinë dhe të ndërtosh diçka që qëndron. Mos prit asnjëherë momentin perfekt sepse nuk ekziston. Shfrytëzo atë që të vjen tani, nga që nga gjëra të vogla mund vërtet të ndodhin, të bëhen, të rriten në gjëra të mëdha.